Tom Doshi, teksa prezantoi kandidatët e Partisë Socialdemokrate në Korçë, tha se forca politike që përfaqëson nuk lufton për të sjellë në pushtet Sali Berishën dhe Partinë Demokratike. Ndonë se u shpreh se do të bashkëpunojë sërish me Partinë Socialiste, Tom Doshi nuk la pas kritikat, duke thënë se nuk i pëlqen mënyra se si PS-ja po sillet me qytetarët. Ne sot po luftojmë për mandatet tona, po nuk luftojmë me pru Berishën pushtet. Ne prap nesër do bashkëpunojmë me Partinë Socialiste, po nuk më vjen mirë mënyra se si po sillen me ju në Korçë dhe në tanë Shqipërinë. Po bajnë presion me vende punet, po bajnë presion fermerëve, po bajnë presion bizneseve. Kjo nuk është e drejtë dhe për këtë ju përgjigjeni me votë. Tom Doshi tha se fermerët e Korçës dhe të Maliqit janë braktisur nga institucionet pasi nuk eksportohet më asnjë lloj produkti. Të dhajmë shpirti kur i sheh fermerët e Korçës tu prej pemt, tu i hell çept në kanale, tu hell mollat. Sot s'ka eksport ma në Korça. Këto janë politikat e gabume që i ka bën kjo qeverisje. Tom Doshi tha se PSD-ja është pranë njerëzve të sëmur, pranë njerëzve në nevojë, të cilët për 30 vjet janë lënë në harres nga çdo qeveri.